Pas daljes së Taravarit nga qeveria, kryeministri Mickoski deklaroi se rikonstruimi ekzekutiv do të fillojë nga java e ardhshme. Të dhënat e UNICEF-it tregojnë se 40% e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut jetojnë në varfëri shumë dimensionale. Qeveria paralajmëron tregtarët se po rriten çmimet e produkteve do të ketë rivendosje të marzheve. Trump njofton heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, thotë se do të shkojë në Turqi të ejten nëse vjen edhe Putini. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë me edicionin informativ të orës 15:55. Gjatë javës së ardhshme pritet që të sqarohet situata e krijuar pas daljes nga qeveria të Aleancës për shqiptarët drejtuar nga Arben Taravari. Kryeministri Kristian Mickoski sqaroi se do të zhvillohen aktivitetet për nominimin e funksioneve që deri më tani i kanë kryer kuadrot e Aleancës së Taravarit. Nga ana tjetër, Bilal Kasami nga koalicioni Vlen tha se janë të gatshëm të bisedojnë me partnerët qeveritar për kombinime të reja. Situata rreth ndryshimeve në koalicionin qeveritar pas daljes së Aleancës për shqiptarët nga qeveria pritet të qartësohet gjatë javës së ardhshme, kështu deklaroi sot kryeministri Kristian Mickoski, i cili tha se nga java e ardhshme do zhvillohen aktivitetet për nominimin e funksioneve që deri më tani kanë kryer kuadrët e Aleancës për shqiptarët të udhëhequr nga Arben Taravari. I pyetur se a do të mbeten te vleni resorët që deri më tani kanë qenë në udhëheqjen e Aleancës për shqiptarët, Mickoski tha se edhe kjo do të bëhet e qartë javën e ardhshme, ndërsa shprehi bindjen se do të arrihet marrëveshje. Mbrëm në Komitetin Ekzekutiv të Rregullt folëm për situatën ekonomike dhe politike në shtet. Pres që deri në fund të muajit të dalë para anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv me propozime për kandidat për kryetar komunash, ndërsa më pas ajo do të shkojnë në Komitetin Qendror. Anëtarët e Komitetit Ekzekutiv më kanë autorizuar që në periudhën që vjen të nominojmë emra të ri që do t'i zëvendësojnë ato që vendosën të shkojnë në përqafimet e Ali Ahmetit dhe të BD-s, përkatësisht nga partia Arben Taravarit. Nga ana tjetër, Bilal Kasami nga koalicioni Vlen tha se janë të gatshëm të bisedojnë me partnerët qeveritar për kombinime të reja. Në lidhje me deklaratën e tij të djeshme se VMRO DPMN dhe Vlen do të këmbejnë Ministrinë e Arsimit me atë të Shëndetësisë, Kasami tha se momentalisht nuk ka bisedime për një gjë të tillë dhe se atë e ka thënë vetëm si një opsion që mund të shqyrtohet. Për të sqaruar, nuk ka bisedime për këmbim të ministrive. Unë dhash një deklarat që një ndër shkaqet pse kemi marrë Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë që drejt përse drejti, Arben Taravari ka kërkuar që të jetë Ministri i Shëndetësisë dhe sigurisht kur bën kombinaturikat për pozicionet përgjithësi që duhet të ndahen, bëhet edhe në bazë të kuadrave, kapaciteteve që i kemi. Unë thash si një mundësi që nëse do ketë nga Vlen ndonjë kombinatorik tjetër për ndonjë kuadër tjetër që është më i rëndësishëm, do ta bisedojmë me qeverinë që të ketë rokat. Kujtojmë se Aleanca për shqiptarët e Taravarit të hënën mbajti mbledhje me organet partijake, ku vendosën që të dalin nga qeveria. Kjo parti ka pasur pozitat e një zëvendës kryeministri, një ministri dhe 2 zëvendës ministrave. Të dhënat e UNICEF tregojnë se 79% e fëmijëve rom dhe 40% e të gjithë fëmijëve në Maqedoninë e Veriut përjetojnë varfëri shumë dimensionale. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani tha se të dhënat për varfërinë e fëmijëve janë alarmante dhe tregojnë nevojën për ndërmarrjen e masave urgjente. Ndërsa përfaqësuesja UNICEF-it në Shkup Leslie Miller tha se Garancia Europiane për Fëmijë ka për qëllim parandalimin e varfërisë së fëmijëve dhe mundësimin e mbrojtjes sociale për ta. Çdo i treti fëmijë në vend jeton në kufirin nacional të varfërisë, gjithsesi 79% e fëmijëve rom dhe 40% e të gjithë fëmijëve përjetojnë varfëri shumë dimensionale. Rreth 20.000 fëmijë nuk kanë sigurim shëndetësor efektiv dhe 73% e fëmijëve përjetojnë disiplinë të dhunshme në shtëpi.
Tregojnë të dhënat e prezantuara në konferencën Garancia për fëmijë, rruga për të përfunduar varfërinë dhe përjashtimin e fëmijëve, të organizuar nga Ministria e Politikës Sociale dhe UNICEF. Ministri i Politikës Sociale Fatmir Limani tha se të dhënat për varfërinë e fëmijëve janë alarmante dhe tregojnë nevojën për ndërmarrjen e masave urgjente. Garancia Evropiane për fëmijët si një mekanizëm i Bashkimit Evropian për parandalimin e varfërisë dhe përjashtimin social është veçanërisht relevante për Maqedoninë e Veriut, ku 1 në 3 fëmijë jeton në varfëri. Kjo është një shkallë ndjeshëm më e lartë se ajo e varfërisë në nivel të popullatës në përgjithësi. Veçanërisht të cënueshëm janë fëmijët rom, ata që jetojnë me një prind të vetëm dhe ata që jetojnë në familje me 3 ose më shumë fëmijë. Përfaqësuesja e UNICEF-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Leslie Miller, tha se Garancia Europiane për fëmijë ka për qëllim parandalimin e varfërisë së fëmijëve dhe mundësimin e mbrojtjes sociale për ta. 1 in 3 children 1 në 3 fëmijë jetojnë në varfëri, 40% e fëmijëve përballen me varfëri. Varfëria e fëmijëve është më shumë se mungesat e ardhurave, ndikon në shëndetësi e në arsim. Pa mbështetje, këta fëmijë ngelin prapa në mësime. 29% e fëmijëve rom jetojnë në varfëri, rreziqe gjithashtu kanë të bëjnë me fëmijët me aftësi të kufizuara dhe ata që rriten pa familje. Shumica prej tyre përballen me vështirësi në sistemin shëndetësor. Duhet të identifikojmë këta fëmijë dhe të përmbushen nevojat e tyre. Sipas këtyre të dhënave, më pak se 37% e fëmijëve midis 3 dhe 6 vjeç kanë qasje në arsimin parashkollor, ndërsa gjysma e fëmijëve me aftësi të kufizuara nuk kalojnë në arsimin e mesëm për shkak të mungesës së masave mbështetëse. Koordinatori i grupit parlamentar të LSDM-s Oliver Spasovski në një konferencë për media në Kuvend ka kritikuar shumicën qeverisëse për mos mbështetjen e zgjidhjes së tyre ligjore në lidhje me familjet e të pësuarve dhe të lënduarve në zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Gjatë përcaktimit të rendit të ditës të seancës së 48, parlamentare nuk u votua kërkesa me procedurë të shkurtuar që të miratohet kjo zgjidhje ligjore, ndërsa vetëm deputetët e LSDM-s dhe Levicës kanë votuar pro. Ky ligj, sipas tij, përveç Koçanit duhet të vlente edhe për familjet e viktimave dhe të lënduarve nga tragjeditë të tjera, si Laskarca, spitali modulare të tjerë. Duhet të ishte një ligj për bashkim, unitet, solidaritet dhe kohezion. Kryeministri Kristian Mickoski paralajmëroi se deri në fund të javës do të ketë qëndrim të qartë kush do të marrë mbështetje për guvernator të ri të Bankës Popullore dhe se zgjidhja do të jetë në seancën plenare në Kuvend më 20 maj. Një nga kushtet për mbështetjen e VMRO-DPMN-s dhe qeverisë, siç deklaroi sot, është mbrojtja e rreptë e kursit të fiks të denarit. Mandati 5-vjeçar i guvernatores aktuale Anita Angelovska-Bezhovska, e cila filloi funksionin më 22 maj të vitit 2018, skadon më 21 maj, ndërsa Mickoski premton se afati do të respektohet. Raportohet se 3 kandidatët për guvernator janë ish ministrat e financave Zoran Stavrevski, kryetari aktual i Këshillit të qytetit të Shkupit Trajko Slaveski, si dhe guvernerja aktuale Anita Bezhovska. Kreu i qeverisë ka paralajmëruar rikthimin e marzhave për kufizimin e çmimeve nëse konstatohet se tregtarët rrisin çmimet në mënyrë të paarsyeshme. Nëse rikthehen masat, ato do të jenë të ashpra dhe do të qëndrojnë në fuqi deri në fund të vitit, ka paralajmëruar kryeministri Kristian Mickoski. Nëse deri në fund të këtij muaji konstatohet se ka pasur rritje të çmimeve që kur masa e fundit e marzhës së ngrirë përfundoi, do të ketë masa të reja që do të qëndrojnë në fuqi deri në fund të vitit, tha kryeministri Kristian Mickoski, pyetur lidhur me rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe jo ushqimore në markete. Ai paralajmëroi tregtarët të mos përdorin truke për të anashkaluar ligjin për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare.
Po e monitorojmë situatën. Nëse kjo ndodh në fund të muajit, automatikisht do të zbatohen masa që do të zgjasin deri në fund të vitit. Ne kemi deklaruar qartë se nuk do të tolerojmë truke të tilla. Dëgjojmë truke me anë të cilave do të tërhiqen para përmes personave juridik të përfaqësuar nën maskën e shërbimeve të marketingut, shërbimeve të PR-it e kështu me radhë. Edhe kështu do të paguhet praktikisht i njëjti marzh që është paguar në të kaluarën tregjeve të caktuara. Na shqetëson ajo që dëgjojmë dhe ajo që dëgjojmë nuk është e mirë, sepse në këtë mënyrë nuk mund të ndërtojmë një partneritet. Inspektorati Shtetëror i Tregut në fund të muajit do t'i publikojë rezultatet e kontrolleve të bëra në tregje për të vërtetuar sa ka pasur rritje drastike të çmimeve pas përfundimit të masave të qeverisë. Në Shkup pritet të vitë ejten kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili më pas së bashku me kryeministrin Mickoski do të fluturojnë së bashku për në Tiranë, ku të premten mbahet samiti evropian. Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa të ejten do të qëndroj për vizitë zyrtare në Shkup. Në prag të vizitës së tij, kryeministri Kristian Mickoski tha se do të ja përcjell qëndrimet e kësaj qeverie në lidhje me ndryshimet kushtetuese, të cilat, siç tha, mbeten të njëjta dhe të pandryshueshme. Qëndrimet e tona janë të qarta në lidhje me ndryshimet kushtetuese. Këtu nuk ka ndryshim, sepse nga ana tjetër ne nuk shohim, të paktën deri në këtë moment, ndonjë sinjal se ka ndryshim të sjelljes. Gjithsesi, nga ana e fqiut ton lindor, mua më vjen keq që është kështu dhe shpresoj që në periudhën që vijon do të flasim më shumë për vendime se sa për problem. Kryeministri bëri të njohur se pas vizitës së përfaqësuesit të lartë evropian në vendin tonë, ai do ta shoqërojë Antonio Costa në fluturimin nga Shkupi për në Tiranë, ku Costa do të shtrojë darkë për liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të premten pastaj së bashku do të marrin pjesë në takimin e komunitetit politik evropian në Tiranë. Vizita e Costas është në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor, ku paraprakisht vizitoi Beogradin dhe Sarajevën. Ilaçe, materiale dentale, cigare. Këto janë disa prej artikujve që janë konfiskuar nga Drejtoria e Doganave. Departamenti i Kontrollit dhe Hetimeve ka ngritur kallëzim penal kundër autorëve të këtyre keqpërdorimeve. Drejtoria e Doganave njoftoi se gjatë ditëve të kaluara ka parandaluar disa përpjekje për të kontrabanduar ilaçe, materiale dentare, syze me dioptri, një sasi e madhe cigaresh, një motociklet, pajisje UPS për furnizim me energji elektrike dhe mallra të tjera. Departamenti i Kontrollit dhe Hetimeve ka ngritur kallëzim penal kundër autorit të krimit. Rasti u zbulua nga doganierët në hyrje të vendit në pikën kufitare Devebajr, gjatë një kontrolli të një autobusi që udhëtonte në linjën Maqedoni-Veriut, Turqi-Maqedoni-Veriut. Përveç ilaçeve në çantën e shoferit u gjetën 20 kuti me mjalt me nga 170 kg, 177 copë çokoladë, 3 kg çaj, si dhe mbi 40 copë gjinse me logo të mbrojtura të markave tregtare. Dogana gjithashtu ka sekuestruar mbi 600 copë syze me dioptri për të cilat importuesi nuk ishte leje importi. Rasti është zbuluar në zyrën doganore të Gjevgjelisë gjatë kontrollit të mallrave të ndryshme me origjinë nga Kina, të cilat ishin deklaruar për zhdoganim importi, ndërsa në një rast tjetër, gjatë një kontrolli të një kamioni me targa bullgare, janë sekuestruar rreth 300 copë veshjesh, të cilat ishin fshehur në vende të ndryshme të automjetit. Një shtetasi e Maqedonisë së Veriut u përpoq të importonte ilegalisht 6.000 euro përmes pikës kufitare Tabanovc, si dhe një sasi të madhe veshjesh, këpuc, çanta dore dhe portofole që donte t'i kontrabandonte pa paguar detyrime. Ai u ndalua nga oficerët e doganës, të cilët nga dyshimet ndaluan makinën me të cilën po udhëtonte për një kontroll të detajuar, gjatë të cilit u gjetën mallrat e padeklaruara. Pasagjeri mbante me vete 16.000 euro, nga të cilat 10.000 euro i u kthyen në përputhje me ligjin për operacione të këmbimit valutor, ndërsa pjesa tjetër ju konfiskua. Gjatë kontrollit të 3 kamioneve dhe një makine në hyrje të vendit në pikën kufitare Bogorodic, janë sekuestruar 58 pako cigare. Nga Drejtoria e Doganave informojnë se që nga fillimi këtij viti, në zyrën doganore të Gjevgjelisë janë sekuestruar gjithsej 700 pako cigare.
Në një lagje të Tetovës, nisën punimet për rikonstruimin e rrjetit të ujësillësit investim, ky që bëhet nga qeveria me paratë e huas hungareze. Kryetari i Tetovës, Bilal Kasami, tha se pas shumë vitesh premtimesh boshe dhe harres, më në fund po bëhet një investim serioz. Ndërsa zëvendës kryeministri Zet Meqiti tha se do të shkojnë cep më cep në çdo vendbanim dhe do të investojnë. Kryetari i komunës së Tetovës, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Zet Meqiti, kanë përuruar nisjen e punimeve për rikonstruimin e rrjetit të ujësjellësit në lagjen jashtë Vardarit në komunën e Tetovës. Projekti në fjalë është investim i qeverisë nga mjetet e siguruara nga huaja hungareze dhe ka vlerën e rreth 15 milion denarave. Kasami tha se pas shumë vitesh premtime boshe dhe harrese, ky më në fund është një investim serioz i denjë për qytetarët që nuk kanë kërkuar kur më shumë se dinjitet dhe shërbim të merituar. Për herë të parë, në një bashkëpunim të afërt mes pushtetit lokal dhe pushtetit qendror, bëhet një investim i rëndësishëm për furnizim me ujë të pijshëm për këtë pjesë të qytetit tonë. Dhe paralel me këtë projekt që realizohet me finansim të qeverisë, ne kemi edhe disa projekte tjera të cilat janë në realizime sipër, të cilat i realizon pra ndërmarrja. E duke folur për projektin, zëvendës kryeministri Zet Meqiti akuzoi ish pushtetin që sipas tij e kanë gojën plot me fjalë të mëdha e nuk ndalen duke folur për marrëveshjen e Ohrit, të cilën nuk e kanë respektuar e realizuar as vetë ish zyrtar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Do shkojmë cep në cep, domethënë çdo vendbanim, çdo komunë tonën, për zgjidh fatkeqësisht pra në këtë shekull pra probleme jetike të qytetarëve, siç është pra ujësjellësi, sepse ato që kanë gojën plot me marrëveshjen e Ohrit, harrojnë që decentralizimi është një ndër këshillat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, dhe po ta kishim pas mendjen te marrëveshja e Ohrit të realizimi, do kishim komuna të fuqishme me buxhete të fuqishme, dhe sot nuk do flisnim për ujësjellësa dhe kanalizime. Kreu i komunës së Tetovës po edhe zëvendës kryeministri premtuan se përveç ujësjellësit, së shpejti në këtë lagje pritet të fillojë edhe projekti për instalimin e kanalizimit fekal dhe atij atmosferik. Kasami ishte optimist se projekti i kanalizimit do të fillojë pa përfunduar instalimi i gypave të ujësjellësit. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.